Vimësia e Trungut Dam është plot me perla natyrore, me banor bujar që ruajnë mikpritjen si në kohë të vjetra. Edhe pse ke hyrë brenda kufive zyrtar të Malit të Zi, e ndjen rrahjen e zemrës së malësisë, ndjen peshën e historisë, qendresës heroike të shqiptarëve këtu ndër shekuj. Të knaq relievi e folura e pastër shqipe, shqiptar shtatlart, krenar për vendlindjen e tyre, të parët, dhe parajsën që u ka falur Zoti Buz Lumicem. Nuk duhej shumë për ta kuptuar se nëse don me të shtu jeta, shko në Tërgaj. Me i her pasi lë pas Tuzin, pasaj Dinoshën, rruga gjerpëron mes qafash duke ju ngjitur grykës së Lumicem, i cili buron nga Vermoshi. Kalimtarit i bie në sy dora e mëmës natyrë. Ajo kështjell natyrore e krijuar enkas për trimat e atyre anëve, qëndron krenare në të dy brigjet e lumit malor. Tërgaja e vendosur si në një xhep malor, ku dy muret larta kështjellë natyrore, duket sikur kanë kapur qiellin me dorë. Lugina të lë përshtypjen se përfundon në një urguri, pashka se rrjedha e tij vazhdon më tej dhe lidh të dy brigjet shkëmbore. Gjithçka është mahnitse, e bukur si në ëndër, e virgjër si rrezja e diellit, edhe tani në vjesht. Mes Tërgajës gjarpërojnë tashmë të qeta ujrat e blerta të lumit që ushqehet me ujë nga bora e përjetshme dhe ujrat nëntoksore. Nuk e kishim menduar se pas 2 muajve do të riktheheshim në Tërgaj për një tjetër emision. Në një bisedë rastësore me miqtan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mësojmë se ka njerëz në Tërgaj që janë të lidhur kaq fort me vendlindjen, aq sa udhtojnë për të bërë pjesë të traditës së lashtë të pjekjes së rakisë. Shërbeu ky detaj për t'u interesuar dhe njohur nga afër njeriu që sfidon distancën, kostot e udhëtimit dhe pa e pasur biznes pjekjen e rakisë, dëshiron me patjetër të jetë këtu kur nga prodhimi ajo të nxiret. Por kur u përballë me realitetin, motivi që na nxiti për të ardhur këtu ishte fare i vogël para historisë njerëzore që do të mësonim. Zonë që i keni ardhur na vizitua këtu në Tërgaja legjendare, unë me thënë. Ka shumë histori të mëdha, ka hershme, megjithëse Tërgaja do kenë një vend si i kam lëllë tanë malet e malësis, diku këtu kem pas për para 2 mulli që kanë mblua me kohën, në atë kohë kanë mblua grunin, kolomoqin, gjitha ato, edhe këty lumë këtu i ka përpjek gjitha malet, syshtën hot, triesh, janull, gru. Kushdo që ka ardhur në Tërgaj, me siguri e ka vënë re këtë shtëpi të bukur në brinj të Shpatit, rreth Semit. Është shtëpia e familjes Berishaj dhe ne do takohemi me djalin e vogël të saj, Zev Berishaj. Por le ta nisim rrëfimin me radhë, kush është kjo familje dhe pse kjo shtëpi e ndërtuar pikërisht në këtë pozicion. Dhe i vona ka një gurë që ka dalë ujtë e ftoft, po me kohën ka tret, tashmë nuk është aty, por gjithmonë a kanë si fëmijë pa imet, kur vishim e në këto për zojt grutë, si të interesant. Do me thënë në shekuj është festuar, festa e zojës së grudës, Festa e zojës së grudës a festuar, gjithmonë a baj logo këto. Gjanë me logun që është bërë në pjesën tjetër të Malësisë nga krau i zyrtar i teritorit të Shqipërisë, do me thënë logjet këtu një lloj të ngjashme, nuset që vinin aty. Në atë kohë ashtu, pak a shumë ja kanë nuset, kanë ardhur veshjet, edhe me kohën një periudhë që e pak u shkput, mrapa filluam me prap. Edhe pse logu u rikthye pas 20 viteve falë mbështetjes së kësaj familje dhe diasporës së zonës, vimësia ka qenë e vështirë të bëhej pa mbështetjen e saj. Në emrin e fisit të Berishajve dhe në emër të shoqatës Koha e Dinoshës, të gjithë juve u bajmë një mirëseardhje të përzemërt, një mirëseardhje të gëzueshme, që gjithë juve sot këtu që vini nga Malësia, nga Kosova, nga Shqipëria dhe pothuajse nga çdo vend që jetojnë shqiptarët.
Zgjidhet 15 gushti, dita e zojës së Grudës, për ta organizuar logun, ashtu si edhe në kohë të vjetra. Natyrisht që shqiptarët nuk i kanë lëshuar trojet e tyre për luksin në perëndim, po prej zorit në vendlindje. Pra shtypja, diskriminimi, shfrytëzimi, papunësia, janë ato të cilët kanë bërë që brezat e tërë të shqiptarëve të marrin botën në sy, por është e vlefshme të theksohet se ata përgjithsisht nuk i shesin pronat e tyre, ndërtojnë shtëpi të reja, mbase për çdo javë mendojnë të kthehen, por së paku një javë në vit edhe kthehen. U rikujtojmë teleshikuesve problemin që patën organizatorët me qeverinë malezeze kur e rikthyen logon pas 20 viteve dhe ngritën flamurin shqiptar. U zgjedh ky problem në manë fut pas sa vitesh, dikur kur ishim këtu si s'kishim drejt me çuani flamur, s'kishim drejt shumë gjana u noshin që nuk kishim drejt, po me kohën u thyja ajo dhe sot me fal edhe pas disa viteve që i fituam me komunën komunën tonë Tuzit Malësis, me ata pak e fituam edhe i fuqit madhe, ashtu Kështu që u zgjidh kjo gjë. U zgjidh problemi, u sjellën gjitha konflikt ngritja e flamurit shqiptar. Por le të kthehemi te familja Berishaj me këtë mbiemër, nga është origjina e saj? Na Berish vim prej Shqipërisë, prej Puket. Prej Puket jem ku 500 vjet diku do të jetë, 400-500 vjet diku do të jetë. Sa mirë i dini. Ashtu sipas tonave mundohna ka pak, po me kohën edhe i harrojmë disa gjëra, por domethënë janë vedasua Berish, janë vedasua në Priften edhe janë vedasua në tjetër anën Kurrec. Kurrec jo domethënë ky mali këtejna. Po dhe me ata jeni kushurin, domethënë. Po, gjithë domethënë si fis jem. Domethënë aty në Priftë jashtë gjithë jem Berish, nuk kem njerëz tjerë në fisesh që janë në katon. A dihet arsye pse u larguat nga Puka? Duke se u larguat për një vrasje, për një gjakmarrje, edhe ashtu në atë kohë thonë ashtu kanë ardhur këtejna. Njëri vlla ka kaluar në Priften, tjetri ka metën në Kurrec, ashtu thonë natë si bela nuk janë tamam si thonë vetë, po janë 500 vite dhe janë të kahershme. Shtëpia e së gjyshit të Zefit, Shab Smaku, konsiderohej shtëpia e parë në Priften. Ai ishte një herësh dhe kryeplak i fshatit. Gjatë kohës së pushtimit otoman, është internuar në Turqi. Shab Smaku kanë ai që e kanë internuar, e kanë qua ndikun Turqi atje, edhe atje qojnë 4 ose 5 vet, i marrin pe grudet, krejnë te grudës në atë kohë, edhe një pe i tyne është më i riu, pas 4-5 vitesh kthehet, pështon, si nuk e di i ri, edhe ai e kuhet atë historinë se si çka i ndodh me Shab Smakun, domethënë thotë i nat ashtu me hagër nesër natë një deku, domethënë ose helmojnë ose diçka ndodh. E nëse familja Berishaj këtu kishte numri më të madh të anëtarëve, boshti i kësaj familje të madhe duket sikur është vendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtëpia vetëm në Amerikë jam në Detroit e New York, ushtë disa jem shtëpia. Do të thënë 100 mund të jenë andej, apo më shumë? Më shumë se janë një pambesa që. Po si na vetëm shtëpia jon, familja jon, vetëm pe babet e nënës time, sot jem diku rreth 50, vetëm na. Vetëm degëzimi, domethënë juaj që është pak a shumë te kjo pjesë në cilën e ndodhemi 50. Imagjino sa degëzime të tjera janë, kështu që konsiderohet Fisi Berisha ndër më të mëdhenj në këtë zonën këtu? Me bëmë i kthy mrapa, pe Amerikët po me siguri. Fisi Berisha i dallohet për njerëz të shkolluar dhe shumë të aftë për të siguruar jetesën e mirëqenien. Gjithmonë as thoshin njerëzit me qit Berisha në rast gurit, ai din me jetua, me komi... Te zotësia juaj për të jetuar kudo që do të ndodhin, sidomos edhe në relief vështira, apo në kushte vështira, me këtë domethënie. Pjesa më e madhe e familjes ndodhet në Amerikë dhe pak në Francë, në Paris. Ka ndonjëri që është të kthyer?
Përfundimisht, jo me pushime. Vetëm me pushime. Ti paret aftësisë për të ndërtuar jetën duke e përqafuar të ren, pasardhësit i trashëguan nga gjyshi i tyre. Gjyshi im me kushinjt shkojnë në Austri me punua. Gjithë mesin jetima, pa baba. Ky mullia a thirë, mullini Tom Gjosmaku. Do me thonë, Toma ishte kushinji i gjyshit, por ajte në atë kohë janë ke dëvonë zotë e shpisë në shpia. Do me thonë, kush e ka di se kush a zotë shpijet. Ela e ka uhej shpinë ta. Me kohën kur kanë shkuar ata në Austri, kanë punua disa vite. Shumë njerëz pej Malëside në atë kohë kishin pashkua në Austri, në vese me punua, por këta, prapë si po thomë, këta Berisha, këta kanë shkua, kanë punua, dhe kanë di se pse kanë shkua. Edhe janë këthyë me pare në atë kohë, belja kanë pare arë, sërmë, varet, po kanë blej atë këto toka, pjesa toka, si sot na i gëzojmë. Mullin të ndërtuan para vitit 1900. Ata shkuan në Austri, morën idenë dhe i punuan mullin këtu poshtë. Njëri u ndërtua për nevojat e fshatit, por dhe më gjerë, kurse tjetri vetëm për familjen Berishaj, pasi ishin mjaft të frym që jetonin këtu. Parti tyne, cilët kanë punuar dhe kanë ecë për para. Mirë po tash ka ardhur teknologji e madhe. Po edhe aftësia, edhe ai që e don punën, edhe më ka ecë shumë bukur e mirë. Kështu që zoti këta tash e kanë vënë jetesën ashtu si e thonë na mësorë kanë vënë për film, në nivel. Edhe këta shkojnë e vinë po punë i kanë, e punëtorët i ka atje, me gjithë sa një këtu, mendën e ka atje ke puna të gjitha, po këta janë as të respektuam, as të afërm, as me ba mirë sa nuk ja pret menja kuj. Këta janë në çdo aspekt, jo vetëm për një shtëpi a 2 a 3, po në çdo aspekt ai ke për gjithë aty ku është nevoja me ba, me një mod diçka këta janë me të partë. Janë duke treguar vetin ditë a ditë, me punojnë. Se ne shpesh kur vim këtu në aton milionera, i kem punë në rregull në qetësi gjithë sa jem atje përafërsisht. Po këta vinë prej një familje prej të partë e tyne se më kanë thonë baba, kushnit, njerëzit e vjetër, e ka pas zepin i gjyshe, ka të nxjekja. Po bi bukit e kanë pa mundësi, po dhe ka pa dhe familje tjera që kanë pa mundësi në ato kohë. Por ajo ka bashkuar fëmijën e katunit, një herë një javë, edhe u ka shtruar sofrën, u dhonë me hangër, me pi, ndoshta, po sigurisht edhe ma mirë se çka kanë parë shtëpiat veta. Do më thonë, këta janë masarësit e tyne, duhet me pa dikun vena një pjesë gjakut prej sali. Edhe pse në pamje të parë nxjerr përshtypjen e një vendi malor, pas këtyre bjeshkëve gjen toka pjellore dhe njerëz punëtor, i kanë bërë ato të lulëzojnë e të marrin prodhim të bollshëm. Ka qenë ndonjëherë semi i rrëmbyeshëm, ju ka sjell probleme me mullion? Në atë kohë pusia, në atë kohë do më thonë e kanë pa dërtuar ma kuvet e baba një kohë thot, a kënë si gjithmonë kur ju qojë se këtu qojë të semi din mu qojë dhe i ka por, bile vjetë ma ka më ngryjet këta në mullinën që i ka pa këto se qojët ka hina shumë, ashtu që do më thonë i kanë godit ato pritat, i kanë di me qua një kohë kur a qojë të semi shumë, do më thonë s'kanë mujnë me blua, pa dhe kur mullen mrena disa ditve shkonë mrapa ku lypet me kena, la kanë vazhdua me blua. Zefi nuk e ka kapur kohën kur bluhej në mulli. Gjyshi punoi aty deri në fund të jetës. Tani kanë dalë mulli modern dhe kohët kanë ndryshuar, por Zefin gjithmonë e tundon dëshira për ta rindërtuar ato mulli të vjetër, edhe pse nuk disponon asnjë foto. Dëshira me kemi ndërtua mrapa, sa do kudo pak, bile mrena disa viteve e kom gjetë një rrot mullinit, ajo që ka blua, e kom gjetë në cem atje në cem, e në ujë, edhe e kom zirë, e kom ljanë, e kom aty bile këtu poshtë, po nuk ka, në atë kohë s'ka pa foto. Zefi shprehet se të parët e tij kanë vujt dhe nuk duhet me i harru, kanë ecë në kam, kanë bërë jetë vështirë dhe ne gëzojmë sot. Le të ndalemi tani tek jeta e Zef Berishaj, e cila është interesante dhe një model frymëzimi për brezat. Ai është lindur në Priften, kur ishte 5 vjeç, familja e tij u zhvendos me banim në Tuzë, fal edhe ndihmesës nga axha i tij, i cili që larguar në moshë të re në Francë. Ishin 9 fëmijë, prej të cilëve sot jetojnë 8. Zefi tregohet i sinqert kur tregon pozicionin e nënave në familje. Nanat i kanë lënë mrapa, si vetëm paka shumë gjithmonë ke mashkulli, gjithë ka më banë shpia ke i dhe kanë lënë mashkullit. Nanes su kanë lënë shumë, dhe të thëmë ata gjithmonë bele dikush e lejnohet me këtë, po si kanë lënë si kredit, si nuk i kanë lënë
nuk e kanë çmua, ato janë kënd që e kanë bën tonë. Ato janë kënd që i kanë bën gjithë. Familja, rritja, organizimi, si kanë mu rrit fëmija, çka kanë me hangër, çka kanë me pi, bathje, veshje, ashtu që gjitha ato e kur nuk kanë lënë kreditin. Si kanë lënë, domethënë, atë çka lypet me Allahn, në atë kohë. Në qershor të këtij viti nëna ndroi jetë dhe dhimbja e humbjes së saj ende është e freskët. 40 vjet e jetës saj, bela më shumë, i ka jetuar me të vërtet mira. Domethënë 30 vitet e fundit që kem shkuar vetëm sipas traditës shqiptare jetoi me ju. Me mua, po. Me këtë traditë jo. E të zgjodhi ty si më i vogli. Po isha më i vogli, domethënë më i vogli. Po. Më i vogli me vit, po me me gjasi. Me gjasi më i madh. Se këta vllazë të tjerë thotë se e ke pa ty të kanë pa i mas mirit. Atë na ashtu që domethënë kanë jetuar me mua derisa janë kënd. Zefi do kryente shkollimin në Tuzë dhe do të qëndronte aty deri në moshën 24 vjeçare. Kur nuk i largohena vendit Priften, gjithmonë vazhdojmë, punojmë, jetojmë, gjithmonë mos t'i harrojmë, domethënë. Pra një jetë ndarë midis Priften edhe Tuzit. Dikur punoshim, veshim me bostan, speca, mollatare, deri 24 vjeç jam vetë këtu. Kur jetoshim në Tuzë isham pak a shumë njëri si basham tepër shumë qef, se gjithë vllazët i kisha në Amerikë edhe i vogli, edhe i lastum. Pej të gjithëve, domethënë pej vllazëve, pej nanët, babet, motra, domethënë pej gjithëve, ashtu që një kohë ata thonë bile se ti skuqet as mjel shuaveni. Do të më nejë dikush mrapa, edhe atë me të vërtetë ditë ata gjasi, bile ka gabuar për mua, pse ka dikush me taj këtu, domethënë kem shumë tokë, kem shumë vene, gjinat me lëshuar gjithë. Në moshën 24 vjeçare, Zefi nuk i shpëtoi dot tundimit për t'u afruar me vëllezrit dhe njohur kontinentin e largët, kështu që u largua në Amerikë. Atëherë paguaj viza, u vund sa lehtësira, ndryshe i kemi quajtur çështjet e asimilimit modern, ku popullatës në Maltezi ju mundsua largimi pa pengesa drejt Amerikës, ndërkohë që asnjë punësim apo investim me qëllim që ta ndërtonin të ardhmen në vendin e tyre nuk u bë. U detyruan të kërkonin jetesën larg. Kjo solli dhe shpopullimin e vendit. Kur je një moshë 18 vjeçare, 19, nuk menon për manej. Po çdo vjet vetëm me menon jetën e këshir mbrapa, çka do të maj këtu vetë. Ashtu me menosha vetë. Vllazët i kishëm atje, gjithë ishin atje, pa hajton po shkoj edhe vetë me pa, se si është Amerikë. Kur u largua, mori edhe prindrit me vete, falë mbështetjes së vëllezërve, ai nuk do t'i përjetonte vuajtjet me të cilat i janë përballur mjaft emigrantë shqiptar. Ne do vijojmë në një ambient tjetër, jemi shumë kurioztare për fillimin e jetës tuaj në Amerikë, ku kemi dëgjuar që gjithmonë fillimi, viti i parë, viti i dytë janë të tmerrshëm, e bëjnë të gjithë. Kur shkuat në Amerikë, verë, vjesht, pranverë? Ite natën e Krishtlindjes, me, domethënë, po, natën e Krishtlindjes, 24 dhjetor, 1996. I gjeta një vend mirë, domethënë mu pëlqye, si fillim se shkosha me pa si apo. Ishte hera parë apo kishte shkuar me? Jo, hera parë. Ishte aq mirë sa i kishe menduar apo? Në atë kohë bela jo, sa e kisha mendua, por pra isham gjithë bashkut me vllazën. Kjo ishte ngushtlimi dhe ata e shtruan disi rrugën tuaj, që mos kalonin ato peripecit e një emigrant. Jo, rruga shumë e kollajt, Dhe puna e parë që bëre? Puna e parë që bana atë njëjtën që më e hala sot, me të vërtet jam... Vërtet, s'ke ndryshuar profil? Ja, nuk e ke nisur guzhin? Jo, s'kem nisur guzhin, da kem nisur me ndërtim. Në atë kohë kem fillua, kem kri do me thonë qimente, kem bërë këto, si thonë këtu stazat, kem bërë këto për makina, podrume, shtëpia, garazhe. Zefi nisi të punonte në një kompani italiane në fushën e ndërtimit dhe brenda 2 vitesh ngriti aktivitetin e tij. Në atë kohë isham këtu, bana qef, basham qef për çdo ditë, për çdo natë të shëtit, gjitha kisham, me të kuvend se
vllazërit kanë respektuar, kanë quar, gjitha i kanë ba, por do më thonë, kështu gjithmonë do të më shkomati, çka në sot 10 vite, bella vllazit kanë mu mërzit një ditë ty vetëm më çua mua tanë kohën. Po thon atë ashtu e ndrova. Dhe nga ajo jetë ti shkove 12 orë punë. Po, do më thonë, ka ajo jetë e ndrova gjithë ata që ishin atje thoshin ti s'ke me punu gjanë, do më thonë se ti e mësu vetëm me shetit. Edhe kur gjë me ba tjetër. Po, ashtu e ndrova atë sistemin 100% edhe ju kyçan punë. I befasoi për mirë vëllezërit e tij, të cilët nisur nga sjellja e Zefit në rinit e hershme, nuk kishin shumë besim. Por ja që ndoshta duhet momenti i dur, njeriu i dur dhe shansi i dur që njeriu ta shfaq veten. Vëllezërit u kthyen në bashkëpunëtorët e tij më të mirë. Mbas një disa vite, kam një tjetër vëlla, allaj i të u merte me restorane, edhe ata, allaj kyçet në punë me ne, edhe ai vjen edhe sot jem hala së bashku. I kem 2 firma, bela 3, bela pak më shumë. Kem një Zef Concrete, e ka i kompani që kem të përbajmë temeljet e shtëpia, bajmë bela temelja dhe më të mëdha, më të për buildinga, për gjana më të mëdha. Edhe kem një kompani tjetër si bajmë, ndërtojmë shtëpia, në Glen Arbor, e ka Glen Arbor Building, kemi Berishaj Investment. Pra jeni munduar gjithmonë të lini gjurmën dhe emrit tuaj dhe edhe kem domethënë kem Berishaj. Të trija në Michigan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zefi ka vizion që ta zgjerojë edhe më shumë kompaninë. Nisur nga mosha e 3 fëmijëve të tij, ai konsiderohet një baba i ri. Edhe pse nuk vrapoi të martoj, ashtu siç bëjnë në rëndom brezat kur arrin një moshë. Kohën kur isha vetë atje, nuk u martova shpejt, thoshin, martoj me godit letrat, do të me godit letrat të me vazhdua. Menosha se bela pas 10-15 vitesh do të kthehem mrapa, po u martova atje do të mes atje. Me jetua do më thonë që mos me kenë në favorin e dikuj tjetër, se nollë shumë atje kur shkojnë si ri, atë në gjenë një vajzë e bela jo të ka një mua ky, jo të ka një mua vetë. Të rishëgusit e kryua një ide pra nga një djali shkathët i ri që e donte jetën që e gëzonte, që ndron timonin e jetës në Amerikë duke befasuar dhe familjen e vetë. Dhe këtë koncept që the për martesën, jemi shumë kërështarë se si u njohë me bashortën tuaj. Po do t'ju arrëfejmë. Zakonisht njerëzit përpiqen ta programojnë jetën e tyre duke bërë plane. Ashtu edhe Zefi. Në vitin 2004 ai kishte plane të mëdha për biznesin e tij, por vlen të sjellim këtu shprehjen se kur ne bëjmë plane, Zoti qesh me to. Ekonomia në Amerikë ishte 2005 e ra poshtë. 2005-2006 u bllokua Michigani, sidomos Michigani, Detroit, aty ku ishim na. Shtëpia, kur kush ndërtohet të gjatë, në atë kohë hub me shumë pare, dollar, se shumë kompania s'na paguan, edhe pak erdhë me u gushtu me një fije, ashtu që e detyrova vetin e në shkume për 2 vite jashtë Michiganit me punua. Kem shku deri në është atje në Jackson, Mississippi, Tennessee, disa vese. Kem ba disa hotele atje, disa për 2 vite. Në atë kohë, kur isha aty, e njoftova, dhe më thaj, e ndërtova një shtëpi pak të male, edhe shkoj në një vend me një shitore me blej do televizione, do gjana për shtëpi, edhe aty, në atë vend Në shitore? Në shitore. Pra ti kishe shkuar për të blerë, ajo që po bënte? Ajo kite shkuar me blerë, edhe ajo me kite arë me blerë me tezën e saj, edhe ajo kite varë me blerë për tezën me një mo tezës me blerë një TV, me televizion. Po, të pasaj si hypë në bisedë. Aty në himen bisedë, se i nifshëm tezën se tezën e kom njoft, edhe kryt e kom njoft, po s'kom pa kontakt. Të pëlqeu që në momentin e parë që fe? Po, aty. Se atë të tërhoqë në momentin e parë? Pamja, biseda, pak, pra vete në fillimi kisha atë menim si do të kthehem. Po nga nga tjetër familjarët të kanë thënë 1 milion herë kur do martohesh. Më thëmë psikologikisht ishe gati që po të jepe një mundësi e mirë? Po, në atë kohë, prapë ashtu e shtysham vetin, do më dhe që mos të martohem. Mos ndodhë. Nëse martesën e kishte shtyrë sa të mundej, tani realiteti po i ndryshon të rrethanat. Nisi të komunikonte pak nga pak me vajzën e hishme që po ja rëmbente zemrën.
2008 vendosa të martohen. Në cilën morë, se femrat është shtorë të pyesësh me shkujtjavë? Vetë isha me 36 vjeçar. 36 vjeçar, ajo ishte? 28 në atë kohë. Se shku me disa vite bashkë. Qëndruat në lidhje? Po si, po. Ashtu atë në dherë koha në 2008. Okej, bërë një dasëm? Po, bëhme një dasëm. Atje apo këtu? Atje. Po, gjithë familja atje është? Po, gjithë familja atje, ishin këtu motrat vinë dhe ato atje, me na po, ashtu që bëhme një dasëm. Drajime për mu këthë mrapa, aty u pre, sepse u lëshuan rënjët për një familje të re. Me një familje tashmë të krijuar do të ishte më i qetë dhe i përqendruar në lullëzimin e biznesit. Familja do të rritej fillimisht me Gjulianën, Martinon dhe Lilianën më e vogla. Një familje e përkryer që jeton në harmoni dhe dashuri të plotë. Fëmijët shpesh vinë pas prindërve në tërgaj dhe kënaqen tej mase gjatë pushimeve verore. Është shumë e vështirë sot se gjithë fëmija këtu që janë e tonë e folin anglishtën, edhe kanë marak me folin anglishtën. Po, dhe më të këta vim për të praktikuar në Shqipë, ka që këtu duan të praktikohen në anglisht, pari ta gjemë zgjidhje. Aty paka shumë fëmija e kuptojnë, se i kanë pa prindit kanë jetuar me mua, e kuptojnë gjitha fjalët e dinë, po ka pak ka nis tash edhe ma shumë se u intereson, se si rriten ma të mlej, kur vinë ka i pengon, kur e dve dikush Shqipe nuk din. Do ta kalojmë bisedën në një plan tjetër. I rikthehemi shtëpisë që u ndërtua Busemit në atë shpat shkëmbor, e që çdo vizitor e vështron me adhurim se largu. Teksa sholumin se shfaqe një mrekulli. Shoh, jo një banesë, po është një kompleks e të ndryshe. Gjithë ndërtimi që keni bërë këtu, një mrekulli, duket shumë bukur edhe nga pjesa e rrugës. Dhe më thanë që është e familjes Berisha. Më vjen shumë çudi për gjithë këtë investim të madh, dakord. E ka lehtësu fakti që më jeni në fushën e ndërtimit deri diku. Por megjithatë konsiderohet një investim shumë i madh në këtë zonë këtu. Si lindi ideja? Si lindi është shumë interesant. Kur çdo vit se na e kemi një shtëpi në Tuz, domethënë shtëpinë e babës aty që ka ndërtuar, edhe gjithmonë kem riparuan ta, kem godit si lypet, kem ba shumë riparime, domethënë kem edhe kushtet i kem godit, se çka është puna kur i vjen në fëmijën pe Ameriket, lypet pak a shumë kushtet mja për mu hinë qef aty në lypet kushtet, domethënë me va ndërtua, për me da me ardha ta këto. Patjetër që fëmijët joshen me një shtëpi të tillë për të ardhur këtu. Shtëpia në Tuzë kishte kushtet, por me kohën familja porritej. E ku ka më bukur se pranë Semit, edhe të zhytesh në ujëra të pastra të kristalta, por dhe të banosh pak më sipër. Dit isha më në zalë ullën aty buzë, aty edhe këshysham këtë tokë këtu, edhe më thot, vetëm i thom vetit, si këtë me kenë, një ditë të ndërtojmë një shtëpi këtu. Edhe me ata më hinin krye, pas i thom vllaut, atë ku disim një shtëpi, këtu në Sem, gjithmonë merr nga vesh, edhe kur nuk ma prishin, si vllazën, i foli diçka, edhe ata thonë po, kur nuk thonë jo. Me ndihmën e vëllezërve, Zefi e ndërtoi shtëpinë. Bashortja e Zefit Shaqja zgjodhi të bënte arredimin, gjë që ka bërë në mënyrë më të mirë të mundshme. Ajo propozoi edhe shtimin në anën e garazhit. Gurin e ke marrë pej Trieshit, është mali i Triesh atje nalë, do më thë këtu, gjitha kem gjithë këtu, se të me kohën kanë rrua gjanat. Shqiptare. Po, edhe paka shumë kem munduar me marrë punëtor shqiptar,
Dise i kom pa një grup pe Shqipërie që kanë bërë tona këto lellijet, muret, domethënë komplet, që i kanë vesh shtëpinë, ata janë ke pe Shqipërie, shumë i do edhe sot fort se kanë bërë punën e mirë edhe jam vëllai aty në Sparit mas, kanë bashkëduar dikush ka shkuar në Amerikë, dikush janë kësaj, është shumë e mirë edhe për ta, edhe për ne. Zefi thos se kjo nuk është një shtëpi e madhe, por ne jemi familje e madhe. Të dyja shtëpit në Tuzë dhe Tërgaj mbushen plot me nipa mbesa që nga muaji qershor e deri në fund të gushtit. Këtu ne kem godit këtu një qels, i hap gjitha dyert. Mos tregoni vendin tani. Ja, no, i hap gjitha dyert e kësaj i qels edhe të shtëpisë Tuzë. Kujdes Chelsea. Chelsea, domethënë ata kur kushdo vjen makinat tanë janë për gjithë, prap nuk kem. Organizuar dhe nuk është nevoja ti biem telefonit për të lënë Chelsea. Jo. Gjithë kush i ka Chelsea, tu është kush e zën i pari vendin, deri që shkon ai duhet kombinone. Po, kombinone. Kjo i familje dallume, edhe këtu sa janë kënë, por tash edhe ne me një. Tash janë bolle me pastonit male, kanë pastoni, vllaznit punojnë bashkë, janë tafërt, u shko puna marë, nimojnë vetit këtu e nimojnë gjithë kujna, gjithë ka shkojnë veç mirë bojnë. Atëra e punë e male për metin tonë, ku do me kënë? E mirë është e mirë edhe, ja u kthejt Zoti gjithë morën të mira, ja u pojtë Zoti me të mira e me gjithë shka kanë. Folëm për ardhjet tuaja. Një palë vjen, një palë ikën, vera kuptohet shfrytëzohet më shumë, është licem, është pozicion gjeografik, është një mrekulli. Domethënë kush nuk do e donte këtë pozicion gjeografik që ka shtëpia juaj. Po ne jemi në tetor, se tani nuk lahet njëri. Keni ardhur në dokument apo cila është arsyeja që keni ardhur në vendlinje? Se gjithmonë emigrantët vinë pasaporta. Pasaporta ose dasma ose kanë Tani sigur edhe ndonjë dasëm tek tuk edhe kanë tetor se në shtator bën më shumë. Pse keni ardhur tetor? Aq shport e duhet në vend, si duhet me gjetë pse hin me ardhmë këtu në mbrapa, domethënë. Ka një herë në bela një javë ditë, dikush thotë si spritoj më shko për me rrugua për javë ditë, nuk pritoj. 2 ditë është rruga, stabilizimi me gjumin. Po, me gjumin e kam shumë kollaj, e kam gjetë sistemit, se më pengon, por pse vinë vetën këtë kohë, domethënë i lidhi disa gjëra së bashku, domethënë kam rushin, domethënë që pjekjen e rakis, kam vjeljen e ullive, si është tash 3 vjet tash që vjelim ullit, para vjet s'kan pa shumë, tash vjet kanë pa shumë mirë, si mjet prap më pak, por janë çnosh, domethënë përdorim... Prit njerë, se unë nuk po të kuptoj. Ti ke biznes bujqësor këtu, ti ke fabrik, ti prodhon ullin, vaj ulliri, ti prodhon mjalt, ti prodhon raki, e shet, ke kontrata, tani këto të sjellin këtu, apo? Puna e rakis nuk ka biznes, është hobi jemi, edhe vaj është hobi jemi. Pra ti vjen për pasion, për qef, për një traditë? Traditë si gjithmonë kur isha mësi i ri, u kyçha kur ishin me vjedhjen e rushit, kishim gjithmonë në mal, gjithmonë kem pa rush atje, edhe kem bjele, kem godit rakim, me skurit e baba e vetë, në atë ko isha me ri, po gjithmonë e kisham për qef të ri bus kazanit, me mund gjarmin, me zi rakin, me një mua gjithmonë aty isham, edhe me ata gjithmonë me tash kjo mrapa, si do marrë me zi rakin. Rakin. A mund të flasë në emër të një të reshikusin që po të shikon dhe po të gjonë? Morë zotë rifë, thej. Ty të ka bërë bileta kaq, për shumë, se dijen se në kosot. Ti ke lënë aktivitetin atje që është minus për biznesin tënë, sepse nuk je punëve në krye. Po, okej, dhe familja, pa tjetër është e rëndësishme që është atje. Se ti dorish një javë, 2 javë, ti dorish? Po, gëti 2 javë. Tani në fund, ty të del një goxha shifër, me këtë shifër dhe i, me qerekun e kësaj shifër, nuk pagun do të punëtorin të asidhi rakin atje dhe pi me lezet në tavolin, apo jo nuk funksionon kështu. Ashtu ka hena më thotë një vlla që ka ma i banlojna shumë me mua, kur vjen këtu atë banlojna pak me mua me shok tina, thotë po, Zefi thotë i kem ra qarit, na e folim atë malsoj, i kem ra qarit, si keni ra qarit, po, e pim tanë ropë, tanë vllaznit e pim një shishe, 1 kilo rakin vjetë, bela e pim, i kem 2 kila voj ullinit, që muj me i ble kolaj, atë pites kem pe i kësaj punë, thotë. Por e vetë e kom si hobi, kjo, dikush atje në Amerikë shkon në gjuhë ti, me gjuhë bile hargjon $30,000, bile edhe ma shumë, bile edhe $50,000, kam shok që shkojnë me vra i harush dikush, gjënat me vra, ose me vra i krapoll të madh, që edhe ata gjënat me vra, shkojnë vetëm me vra, me amar ata
brinë të mlej, ose harush mja marë likuren e me godit, a i haqën bela $50,000, $40-50,000. Është pasion si çdo pasion tjetër. Po, vete pasion të mbledhësh dhe të shikosh se si mbledhen ullinjt. Po. Edhe pas kanë mbajtur mirë, po shoh se këtu jemi ne mirë jam. I kënaqur jam. Edhe ashtu që dhe të rish te kazani aty të shikosh se si vlohet edhe bie pik rakia mbushen ato shishet, prodhimi ku shkon? Aty hala na e ruajm aty. E kam venin nalt aty në shtëpi të vogël që kem, kush ma vend, a do meshit? Ja, s'do meshit. Derisa të bëj pak shumë atë shohim një diçka. Fali shumë, kam marak me fali shumë. Kam shok shumë që vijnë për kryeverit këtu, për Ameriket, edhe çka me i lënë atina, një 2 litra raki. Këto litra, u thoj me gjithë se ka kostur shumë të larë transporti, automatikisht i shumë fishohet çmimi. Po. Merë prodhim vetëm nga i lezeti, për shembull nëna derivon, për shembull e ka pas atë qefin që ta provon të shika të vajin e ulldirit ose rakin. Për çdo herë që vinë, kam një valigje i bie ka 12 shishe ven, i bie këtu se pra vena nuk di me i godit. A bajt fjalë për sasi të vogël, do më për sasi të vogël, ja vetëm për shtëpi, do më thash çojmë 12. Aeroplani, mendova se mos ndoshta paketa. Në hala nuk kem se kjo është e treta vjet që godis rakinis. Është viti i tretë që përpunohet prodhimi i hardhive dhe ullinjve. Pas 3 vitesh nga mbjellja, ato kanë fituar shëndet të plot. Vete e konsumoni raki? Po. Mesatarisht, do me thënë, ju jeni nga ata që në mëngjes pini tak, një tegë raki? Bile, sidomos tash si vjet dimni, në Detroit është pak ftoft, edhe pak aty në ofis gjithmonë e paj, edhe kur jam të godit do gjana, do letra që i punoj, aty do të mi paj god. Edhe vinë, kom shoqni. Atë do thoja, kur sa shkon ti, kush është i pari që do me provu rakin nga Tërgaja? I kam, do më thonë, shumë italianë ata e godisin grapa. Po, kur e provojnë rakin tanë që i godisin nga këtu, ata sot, a do me pos haruma ma prunë i shishe. Italianë edhe Amerikanë, ata bile u thomë ka hena se vinë aty në ofis të vetë, aty hargjoj ma shumë të në rakin se kanë maraki, ata e marin shatë do më thonë ata e finë dhe pinë. E thëmë, mos se rakinja do të mu pi kadal, me lezet. Pinë 2 atë shkon, por ashtu që... Që ka manovër e mirë edhe me bë kontrata pune. Ashtu bajnë, pak kur i dhe pak rakinja të shohet ma lirisht. Në Tërgaj bëhet një rakie mrekullueshme, e cila shkon 21 deri në 21.5 gram. Vera prodhohet më pak dhe i gjithë fruti i rushit shkon për raki. Si mjetë ka ndalë ku një 6.000 kila, do t'jedi ku mërë masë një 1.000 kila rakin. Po, prej të cilave në Amerikë do shkoj vetëm 20, do shkoj pak, më me kohën, vete kom një menim si, kur t'i baj bila 10.000 litra. Po, se rakia nuk prishet? Nuk prishet, rakia sa me vjetër është me mirë. Ashtë edhe me mirë. Ashtu që menoj një dit t'i baj bila 10.000 litra, ale kur t'i baj atë sasin, atër do t'a bila të do qoj atje. Ullinjt këtu deri tani kanë nxjerrë rreth 80 litra vaj. Po ashtu merret edhe mjalt nga rreth 500 koshere. Gjejv kohë vetit sepse po shkutën vetë për Ameriket me arë shumë arsye, janë shumë arsye, ullinjt, mjalta, bleta. Që gjitha këto janë, ti duhet ti shikosh, ti shijosh më shumë, sepse janë njerëzit tu që kanë përshtypjen tani ju përmendët nipin, po shohim dhe këta djemë të rinj janë të zonës tu, pra një mundësi punësimi edhe për ta. I kam këtu, domethënë që i punojnë, kur vim na këtu nuk gjejmë gjë keq. Nipin e kem ai që është kryesori domethënë që i mbikëqyr, dhe kur vjen nuk e këto kokçarjet jo bari, jo kjo, kur këtu, kur tash sa vjet që vim, shumë shok edhe këtu që kanë shtëpia, por me kohën e i lam rritet bari, gjanat vinë, kanë probleme në shtëpia, domethënë i harxhon 2 javë derisa e vend përfin në shtëpinë. Kurse vetë kem pastruesën që vjen, pastron shtëpinë vetëm kur vi, si me shku para shtëpia atje që jam në Michigan. Sa
koshere blet janë? Afër 500 koshere. 500 koshere blet? Po ku i vendosit e kjo pjesë këtu sipër, si quhen priften? Fshatin që kanë prejarën të dajt e mirë priften. Aha. Aty e kem shumicën, e kem edhe një pjesë tjetër në koj, edhe aty i majnë. Ato bojnë vetëm mjalt lulesh, se gështenja aty s'ka. Sherbel, ka sherbel aty lartë? Sherbelja, perkuqe, livallet, ka shumë lule të ndryshme. Po sa koshere janë? Kjo menim dajsem i kem ba afër 500. 500 koshere, i vendosë gjitha aty, ë? Po pastaj kur vjen dimri aty qëndrojnë pra? Kur dimri të rrinë aty. Atër verës, kur vjen koha e verës, bëhet sasia madhe këtu, atër vazhdojmë në ndjesh. A i merrni për këtu i çoni në bjesh? Po për këtu i bjesh, atër kur përfundon bjesh. Të 500 i merrni për këtu i çoni në bjesh? Ashtu tani kem kamion atje. Të cilat bjesh i çoni? Kem ato Malizi atje, dormitori atje. Ajo është dominant. Edhe në Korrit. Në Korrit. Kjo bjeshka e Malsisë. Okej. Mjalt origjinal ka përshtypje. Jemi në program organik. Gjithë kanë avon kontrolën shtetje me analiza, me gjithë ka këtë. Në një bënë edhe shteti sa dhe këtë. E kuptoj, nëzirë edhe qumë është blete dhe këto? Edhe qumë blete, edhe mjalt me polen, edhe propolis. Nga bletet merren 2.3 ton në vit mjalt dhe pritet që kjo shifër të rritet. Unë jam blerëse, kupta? Si e dalloj mjaltën e mirë? Mjaltën e mirë e dallon... Jam aty unë? Pa analiza, nuk pa analiza. Jo, pa analiza. Do mënyra tjetër, merë lugën drunit e në kavanos, për kavanosit e ngre, me bam e ngre. Do më thonë, një këputet, ajo së është në rregull. Kur gjatet që nuk putet, ajo është... Po kurse kam lugën e drurit, unë qatë bëj? Do më thot aji jam merë të hekurit. Kur e ke mjaltën, kam kavanos, vesh të shpia, mush të shpia. Të shpia, masi e kam blerë? Masi e kam paguar paret? Masi e blerë, po aty mesim na. Aty mesim na. Na si kem ku. Ne do të zhvendosemi nga vjelja e ullinjve tek vendi ku po piqet rakia. Aroma që vjen nga kazanët të nxit të provosh ndonjë gotë. Shumë e mirë. Ta lega dhe shije mrapa. Kjo është e reja, kjo është e si mjeme. Duke që është e reja. Do me tha, vjemja është me mirë. Më befasoj forma e kazanit njerë. Materiali vetëm bakri kuptoj, por këtë formë këshu, nga këto anë këshu, se ne ande i kemi modele krejt tjetër. Në Malsi, sidomos na vim pe i grude, do me thonë në kohën e përpashme, edhe tash nuk e di se ka në rrua, se dikur ishin ardhijat i kishim në grude atje nalë, do me thonë gjithmonë ka rakia me mirë, a pjekën grud, ka thonë për para. Në grud, Në grud, po, do me thonë se janë ke... Ka të bëj vreshti, do me thonë. Vreshti, a ke si pune këtyne Arrancë Malit, si janë këto ardhije që i kemë këtu në Arrancë Malit, a pjek rushi aq mirë, e kanë ditë me goditin në atë kohë. Si s'moni kanë këta butnit e drunit, i kanë paj tropin, do me thonë kur e kanë shtyp rushin, e kanë tejen ato gjatë për ka një 3 javë, një muaj ditë, derisa o zia. 92-shit ishën pak në Shqipëri edhe i kom pa kazishin në rakni, do me thonë i kanë pa do kazonat vojlë. Po, dvejgjel janë, ke shumë dvojlë, po këta janë për vendin këtu, këta janë i 100 kilesh, i 100 kile i zanë kjo, edhe dhe janë matë preferuar për saj për këtë rakis tradicionale. Pra ka të bëj forma e kazanit që del edhe më mirë për një teknikë. Po shio. Ky kazan i ka diku, do t'i kenë 60 vjetë. I vjetër. Ka që vjetër dhe i mbajtu shumë njërë? Po, si dhe më thonë, ky vete me përdor, dhe më thonë, dikur kur e ka pa baben, i ka përdor baba i tina, sot hala ky e përdor, dhe më thonë. Ky tash nuk e përdor shumë, por si shoqni që jem me ta, gjithmonë na respekton,
para 2 ditëve i kishëm edhe 2 tjerë kazana, kem zi me 3 kazana, po koha e pak që keme shenjë, ashtu që ati shoku tjetër ju lypë në kazana me i qo diku tjetër, ashtu që unë vete preferoj me një, po unë preferoj prap me një se gjatë ma shumë. Pjekja e rakisë së mirë do dhe mjeshtërinë e vetë, që ka të bëj jo vetëm me cilësinë e rushit, por dhe mënyrën e bërjes së zjarrit. Duhet me di se sa drume i bën, do më thonë kur është rakinja ty me dal, duhet ma pak drume. Kur del rakinja, do më thonë që tash si që ka dal rakinja tani ati po del rakia i shumë. Tash kjo në krye rakinja, tash kjo është i thonë... Ujtë se uj, po rrjedh nga dikujt, do më kjo është rakia. Tash ata nuk në rakinja, tash ata është... Ajo nuk është më raki. Tash ajo rakinja, do më thonë, kur zbutet kjo rakia këtu... Pra, ajo që po binte deri tani, po. Këtu është rakinja, tash këtu, me këtë është 21 gradë rakinja këtu. 21. Tash aty merret hala se ka del rakinji, do më thonë, deri që zbutet, krejt që del uj, do më thonë, këtu bushim aty deri... Pra, më pa gradacion, 60 gradë. Më pa gradacion, po, ty me ra, deri tash që bushit ajo gati krejt, edhe atër provojnë, nëse nuk lezet ma në gjarëm, ajo atër do të me nalë. Këtu është për meshkujt, atje është për femra. Jo, aty është, vetëm... Që ta pinë qikë më butë. Jo, se sa mirë kër e pinë butë, nuk ka mirë. Nga Amerika për të parë këtë proces. A i lumtur tani që e pe? Po si jo. A pna që tani që e pe? Po për ditë, për jatave ti thonë këtina që këtë që na i morë 2 kazana, dje, të mos i bjenë se gjatë ma gjatë, do më të vazhdojmë edhe 2-3 ditë me zira kinjë. Zefi ka lënë të gjitha impenjimet e biznesit të tij në Amerikë dhe për gjatë një jave, ai zgjedh të vi këtu në momentin që piqet rakia. Bëjmë një gëzuar atë? Po si jo? Gëzuar dhe me shëndet, si thuhet, kur nxjerrët rakia me shëndet, e pishi me çnosh, e me shok. E me shok, shumë e bukur kjo. Me shok lypet me bise, po e pive vetën s'ka lezet. S'ka lezet. S'nuk mundet mu pi, rakia do të me për shoqni. Sot do kemi pak shoqëri? Po, do kemi avon, ka ora 2, kam do shok vinë, do të kemi misdit këtu. Pak rakin, pak ven. Dakor, gëzuar atë. Gëzuar, faleminderit. Se mbjellet rushi, që vjen bej arrunja dhe o mashina adje për son shterë thonën, me pa që t'gjojnë. Po. Zgjojnë këto rushin, edhe... Mbasi është bluar, apo në fillim? Po, është bluar, a i lëngu që ka dalë? Po, këtë këto është që janë setësua, se disa ditë për 20 ditë duhet me këtë... Pra këtu është vetëm lëngu, e kjo përzirë këtë? Tonë ka rushi këto, tonë zgjuhet. Tash ka, po më kupton. Tash ka mit... Kjo quhet mushti, apo jo? Mushti është ditën e parë. Ditën e parë, që kur e merr të ëmbël. Ditën e parë. Mas të kalojnë 20 ditë, që lojnë se këto zihen, dojnë deri këtu. Kanë fillu edhe mund e erë. Po tash, tash mund përpunot për rakin, apo ven me zirë venën. Ose mund të ma gjatë me vazhdo kur sa në rushi i mirë, që është i ambel, i pjekun fort, mund gjasë edhe ma gjatë. Sa ko ke që bën verti? Pa më ka bën baba se unë s'kom bezarnia, për që se kom arë tash 50 dita, 7 të këta, jam rojtar, ko pa punua, ta në jetë rëmija që janë jetu i kam vënë vetë me dorë tëme. Ashtu, e? Se s'ti në qysh, një del 1.600. Rritën mirë këse, klima, kushtet, vaditja. Mirë është, sa dhja dhe këtu. Deri tani, edhe pse sasia e rakisë sa vjen dhe është rritur, Zefi nuk ka tregtuar. Në një të ardhme me shtimin e sasisë edhe mund të ndodhë, por e rëndësishme për të ka qenë prodhimi një rakie cilësore, e thënë ndryshe bio, pa hile. Pse e keni ju më të mirë se pjesa tjetër? Do të se e di se në nuk ka qitë 1 gram sheqer. Ndoshta tash nuk s'kesh me ba, ndoshta në përmalsi edhe qesin se nuk ka. E kuptoj. Rushi bolli amel... Pra ka mbëlsin e vetë, se është rushi mirë. Ma shumë rakinje bajnë trekme, ta bjën biznis. E kuptoj. Po këta s'ka me bajnë biznis. Kur nuk është për të shitur për momentin, po këta kanë hobby. Dije që është bio. Ja ku kemi këtë që e poqën dhe e mbushën atje. Edhe zhjurë me këtë, këtë ka 1.000 kile. Po, grumbullojt e gjitha këtu, ha? Qa materiali është këtë? Këtë materiali... Inox, se po? Inox? Po, mas me një, po. Inox. Nuk dryshke këtë asë. Nuk dryshke farë. Dhe grumbullojt dhe qëndron këtu?
Rakia nuk... Prej këtu, kam përshtypjen mbushen shishet, Po, mushet... enët e gjëra. Ejna me halë për këtë Po, sa mund qëndroj këtu, që është mirë që qëndroj direkt këtu? Po më në kohë, rakia me lënë ta. Sa? Sa duesh, sa me zjatë më të mira. A mund të rri këtu gjanë, pa e hedhur në përshishe? Po, atëre... Nuk prishet? Ja, se nuk prishet. Gjitha këto janë të mbushur me raki? Po, vera ashtë në ato gjonë, se vena do të nga starja marë. Po, nga starja më mirë. Se ja nuk më bëhet. Oksidohet, edhe bëhet më e thartë. Rakia mirë, dallohet ajo 10 vjeçarja? Kur e pi pasaj? Edhe, po, unë kam... E dallon mjeshtri, ja? Do të me dallu edhe ashtë, sa më thëtë dhe të më fillim, sa më zjatë që rrënë rakia ashtë, me shishme. Zhatë, ju bë fmirë, më. Pra, është mirë, gjitha moshat të pinë, sepse vera është shumë e shnetshme, si të mos kur është bio, është fantastike. Gëzuar të janë, nuk shinduar për punë e mishë dhe... Falenderit që këni ardhë, në vizituar. Në Bor mblidhen miqtë e Zefit. Është tradit në këto anë që pjekja e rakis do dhe miqtë pranë. Pas pak rakia do të shijohet edhe me një drek të mirë. Por le të mësojmë përmes miqve jetën që bëhet në Tërgaj. Nik Boja jeton me nënën, bashorten dhe 4 fëmijët. Ai mendon se këtu mund të jetohet edhe pse vështirësitë nuk mungojnë. Por njeriu punëtore gjen veten, shpesh bën dhe rolin e këngëtarit në gëzime familjare dhe i njihet në zonë. Përzemërsisht ju falenderoj për ardhin që u bjen në mend këtu malësini e madhe, kësa i thonë malësi e madhe. Malësi e madhe. Që vini pak e shumë nga një intervju me di se ekzistojmë edhe ne malësort ende këtu në këtë vend ku edhe jetojmë. Fshati vetëm në vere fiton gjallërin, kurse në sinët e tjera qëndron totalisht i heshtur. Tash jemi dimnit, 5 shtëpia, 5-6 shtëpia. Jo më shumë, 5-6 shtëpia. Po, edhe verës bashkohen ma shumë, se vinë edhe prej Ameriket e kanë edhe shtëpia tu, po nuk jetojnë vetëm 3-4 muaj verore edhe, ullën në qytet poshtë, dikush në Amerike. Tani këto largimet kur janë bërë 10 vjeçarën e fundit apo 50 vjet e fundit? Kur janë bërë largimet më të mëdha nga Tërgaja? I ka 36 vjet, dhe 40 vjet. Që e kanë lishua. Masivisht, Shumica që e kanë lishua janë 20 vjetë, edhe ma shumë, po mirë po rinia, vëllezërit e mi janë 37 vite që i malli, i dyti i ka ma 30 vjetë që e ka lishua vendinjën. Për vjetë, po thoja, vinë me na vizitua dhe me nejnë, po ata kanë kriju një familje, kanë jetu ndërtua halin e tyne, shpijat e tyne. Po, shiko, jeton këtu. Mirë? I knaqur? Po, se janë i knaqur, se mos në kanë knaqur. Po, shiko, gjithë ta kanë ikur në Amerikë. Ti qëllove guri rënda, po si? Po, ti më ka zënë, shetë një martuë, ka fëmije. Ti u martove këtu? Kam 2 vazën në Amerikë, por s'kam... A ke shku ndonjëherë në Amerikë? Po, jam kanë 2 herë. Nuk të ka të ndu Amerika që thush, po unë të bëj raki këtu e unë të përzje këtë, shkuj në Amerikë. Kalimojt edhe do të më këthuje prapë në vendinjë, me që të tonë, shka godisë. Ashtu, e? Po. Ke mbetur vetëm këte, apo ka dhe tjerë? Po, ka, por pak ka. Pak ka? Pak ka, besa 3, unë me mortimi nga ti një 60 vjetë, por ka. Nuk po 60 vjetë, ma i ri janë, po pak, ma i ri, po. Po, ha? 6 vjetë, po. Po mirë, ka disa këtejna, po duhet me i pa vete lidë. Po i vlerësën këta njërës ne, do me thënë që e mbajtën vëndin ose kujdeset edhe ju keni për janë ta këtu, mirë besim që i lini gjërat. Gjysë e besoj ma shumë ka gati atje në Amerikë, apo në Europë që të kuse këtu por. Edhe kanë rrëndët e poshtë, tonë e kanë shumë mali. Dikush mbahet pas një profesioni, po dhe punëve të bujqësisë në vendlindje. Mirë, ja del, jeton këto. Mirë, shumë ma mirë, fort ma mirë, s'kem jetu ose dash. Po të vishë në Shqipëri për shumë gjitha në kohë, nuk e di, hyni të njerëzit që anë kohëni? Për ditë janë në Shqipëri.
Bashkëpunoj edhe me Shqipëri ka pak edhe. Konkretisht profesioni, jasërëm gjithë teleshikuesve, profesioni që ke? Jo, unë jam në shtatar edhe me ndryqim pak e kam një biznis të vogël. Dhe angazhosh me të. A keni pas në investim nga qeveria malazeze? Me ka fjallën të ujësjesit, të rrugat, të ndryqimit, të këto infrastruktura bazë? Shumë pak. Shumë pak, e? Shumë pak. Shumë drita ujë keni këtu? Po, drita kem ujtë. Këtu diaspora që në kanë i mua dhe në kanë maj, edhe me pa edhe vendlindjen tonë. Se e unë si gjithë tjerë kom mujë me lëshua. Mirë po, kom pale prindit, nuk kom dalë për hirtë prindve me ilanë. Po mi më prindër kishin dhe këta tjertë, po i morë me vetën? Po dikush i ka marrë me vetën, po unë, babai, a nuk ishte dëshirë me jetua në Shtetet e Bashkuara. Megjithëse se i ka qenë 3-4 herësh atje. Kurse nënën e ka pa 14 herë në Amerikë. Po pi 2 muaj s'ka një gjë më nej kur. Thot nuk ishte Amerika për mua. Ajo është për rini, kush do me punua, punë gjumë. E kuptoj, pra në një farë mënyrë sakrifikove për prindrit. Po. Banorët mendojnë se brezi i bashkëmoshatarëve të tyre, pra atyre që janë bërë prindër, do të vijojnë të vinë në vendlindje, por dyshojnë se këtë do e bëjnë dhe fëmijët e tyre. Fëmijët tyre nuk do të vinë me jetua kur. Asnjëherë, që bëjt fjalë, ata vinë me na vizitua, mirë po ata e kanë trunin dhe trupin e kanë atje kur, megjithëse vinë edhe këtu me na vizitua. Edhe pse të rralla, rastet e kthimit të emigrantëve në vendlindje nuk mungojnë. Kënë hala veçar, ashtu ki kur barë këtu a martua. Dhe më thonë, për e ka ataj në atë kohën ashtu, në atë kohë që ka ne atje, e ka pa tonë menimin për më këtë një ditë, po kite basi vetë, dhe më thonë kite me të atje. E kuptoj, për ati u ktheve, bëre martesën këtu dhe pasaj mbete këtu. Me gjatë kam përshtypjen që e ke mbajtur gjithmonë kokën pas, që të kthesh, po çdo njeri që është në Amerikën e ka ëndër ditë më kthem rata. Pak kush e realizon. Duhet një motiv më shumë. Ti pate një motiv më shumë që u ktheve? Duke pa ëndrat e të gjithë se do më kthem rata, mendimin ka qenë që më analizuar se pse s'po kthehen. Gjithë pritin mu martua, mu avancua në biznese, atë na më i ban lekët më kthem rata. I kishe shumë me lekë. Përsëri vazhdoshin normalisht. Futesh në rrje dhe shkon në ritmin e saj. Shumica kishin plan që kur të bëhen atë gjysh dhe dalin pension do kthehen. Asatë nuk ka shumë që janë kënë malësi. Ashtu që jam kënë me studime, mas 10 viteve që i kam përfunduar studimet atje. Përse i ke mbaruar studimet? Për financa. Do me thonë ti ke përfunduar Universitetin Amerikë dhe je kthyer jep kontributin në vendin tënd tani, apo jo? Je në profil, në këtë profil? Të studimeve në financa. Po mirë, kur i thua bashkëshortes, shiko, unë isha 10 vjetë atje dhe erdha, thot ajo, hajde valizhet gati, ti ikim dhe i herë? Jo, në fakt la jo shumë pro asaj që me të një vendlindje. Je penduar? Si mund pendohet njëri në vendlindje? Po se has të... është vërtet, po? Has në vështirësit, pasaj dalin probleme, të ardhurat, kufizimet... Sfida ka si këtu, si në Amerikë. Duhet përballesh edhe me të vështirat, edhe me të mirat. Duhet me i peshua normalisht se Amerika ka shumë të mira, ka edhe disa gjëra tjera që nuk janë shumë të lezetshme. Po, me historinë tënde ke frymëzuar ndonjë tjetër apo jo? Po nuk e di. Deri tani jo. Mbase. Një surprizë e këndshme do të na befasonte, teksa prisim që dikush të përgatisë drekën, ajo erdhi e përgatitur. Një fërlik që vazhdonte të piqej në pjesën e pasme të furgonit apo kuzhinës lëvizse. Nuk dinim si ta quanim. Vaso është një personazh shumë i njohur në këto anë dhe përmendet për shpikjen e tij dhe si një punëtor i jashtëzakonshëm. Po çfarë ka krijuar ai? Një makinë e përshtatur për të pjekur fërlik? Po, patjetër. Do me thonë, ti e ke vendosur fërlikun para se të nisesh me makina, apo jo? Po. Dhe sa kohë ka bërë, do me thonë, rruga, gjitha këto që... Ja, gjithë tani, kjo ka bërë, 3 orë gjysmë. 3 orë gjysmë që ke vendosur? I donë edhe 2 orë. Bukur. I donë edhe 2 orë se s'ben. I donë edhe 2 orë të tjera që ti që ta morë. Duhet për... Se kam parë ndonjëherë këtë biznes, si quhet ky lloj biznesi? Se kam parë ndonjëherë. Biznesi i veçantë është ky. A shumë i veçantë. Pa parë është, pa parë. Po, që do thotë makineria ndej çka ka? Makineria është me kuzhinë speciale. Me kuzhinë speciale, do me thonë ti punon. Be vizit. Si quhet ky lloj aktiviteti? Se
Po ta kopjojnë tani në Shqipëri. Jo, nuk do e kopjojnë. Nuk do e kopjojnë. Zguzojnë ta bëjnë kështu si e bë ti. Nuk do i lëm. Nuk do i lë fare, si model. Hajde njerë se jam kureshtare. Te Gjaxhi Vasi. Si ke emrin ti? Gjaxhi Vasi. Vasi? Vasi. Ne ishim aty në bordë, tani mos kujtojnë se kemi hyrë restorant. Po ti e ke ndërtu këtë vend si restorant. Ja, me këto duar. Që do thotë si nise? Arit. Si nise? Çfarë fillove fillimisht? Ti pëlqen kuzhina? Po, me kuzhinë, në vdes për kuzhinë. Çfarë thu? Në shtëpinë tënde gatuan gruaja. Gjitha, jo çfarë gruet, po unë. Ti? Po. Mirë. E përshëndes Zjes Lucën. Mu tha se gruan. Lucën e përshëndes shumë se ai më ka mësuar me punu. Ai shok jemi shumë i ngushtë. Edhe këtu ka ardhur mua personalisht më ka mësuar. Ai më ka dhënë idenë, ai më ka mësuar. Ai 30 vjet jem shok të ngushtë. Ashtu? Ashtu pra. Dhe ti nise fillimisht me këtë. Ai ka ardhur më ka mësuar si me i ba frigoriferat, si me i ba kuzhinën, hajde me i pa kuzhinën, për peshk, për mish, tyre shqicoj zgarat, shqicoj furrat, ja shqicoj... Ky është bizesi jo? Shëtitën se të ndryshë? Po, shëtitën në krejt Balkan. Gjithë ku vete, gjithë ku iku, gjithë ku shkoj. E kuptoj. Qa pregati ti? Unë pregatis, që kam ka pësu e zirëzi me pregatit gjanat e peshkut. Gjerat e peshkut krejt, mishin, salatat, mishnat. Unë jam edhe peshkatar, profesional. Bajnë krapin e ty mosën. E kuptoj. Ata e shumë i veçanë. Pra ti ke mësuar kuzhinën komplet? Po. Ke krijuar këtë, si që kjo makinë më shumë e veçanë? Kjo është kamion që ka kapacitet deri 1000 vetë me i ushqyve njerëzit. Kjo është një kuzhinë shëtitse për 1000 vetë? Për 1000 vetë. Pra në që se dikush do në natyrë të bërë? Po, dje kom pasë në trish, dje kom pasë vetë, janë ka 1500 vetë dhe gjithë kanë hangër. Nga ky vend të kanë? Nga ky vend këtu, vetëm punon apo merret? Ja, kam edhe familjen. Kede familje? Po, kam edhe familje, kam edhe shok, kam edhe... Dhe ti më bënd gjitha, do më të në një aktivitet nga fitimet e telefonë? Krejt, bajnë dazma, bajnë aktivitete, bajnë. Sa bukur, pra këtu vendos malë, gjithë gjë, të presa? Këtu pjekën 8 ciza, qyri, shqyqoj, në fuga. Ku pash frigorifer? Ja, dhe frigorifer? Ja, 3 frigorifer, shqyqoj. Fantastik, edhe aty janë frigorifer? Këto janë krejt frigorifer. E ke sajuar ti kësa makineria, po kështu shiten këto? Jo, këto shiten... Po e ke sajuar ti që këtë ta vëktuar? Po, me zjerëzin pa pësose. O të ashti shok i zjerëzit, e mos me ke pak kështu. Ska kuptim. Ti jeton me këtë punë? Po. Ti ke bërë shpinë me këtë punë? Po. Ti ke bërë makinën me këtë punë? Po, Ti po marton kalamajt me këtë punë? Ashto, aty a lezeti. Dhe i knaqër? Sa vite ke? Ma shumë se i knaqëm. Sa vite ke? Kam ja 5 vite. Okej, ka fillu në i tjetër që ta ka kopju ide? Se të kryosh konkurencë, apo jo? Sa rindat? Sa rindat të masë? Unë e kam edhe anijën krejt kështu. Vërtetë? Krejt anijën si që është kamionin, e kam anijën për 30 veta. Je kudo gjetur? Pak atje, adin si pas nevojt. Anija është shumë speciale. Nuk e kisha parë që më fare, mund të kem pa në një gjë kështu në rrugë, që shet në i sanduiz, po me vonë 3 sinza, e me i vonë tuz, e me shku, me i dha gati në Shkodër, a i zbavaki ata. Kur më thanë, mu thasi po bëni shaka, shikon atë më thanë atë kamionin atje, mbrapa është fërliku duke u pjekur. Ja, pa thashëm, do ta zbres fërliku, do ndezim zjarin, do e ja. Se po vjeni pjekur, ti eci me makinë, fërliku. Jam pak i qmenun. Fantastik, bravo të shumë. Jam i qmenun. Jo, edhe njëri puntar, se nuk bërën po si e vullneti në këtë gjera. Po me ken shok me Zjes Lucën. E mos me ke punëtor s'mundet. Se s'na lën aja, s'na lën. A kupton, të kanë zitur ai? Ai, krejt. Para se ta bëje këtë gjë, çfarë bëje më përpara? Apo peshkatari thjesht? Peshkatari thjesht. Qartë? Po. Vërtetë? Po. Sa mirë? Njeriu i dur në momentin e dur. Kështu do të thonë. Ashtu. Kështu ti valla. Po. I çmenoni. Të lumt. Faleminderit shumë. Kur mendon pozicioni gjeografik, lehtësirat që krijohen, mikpritjen e banorëve mendon se kur do kthehesh sërish, por realisht Tërgaja është një destinacion turistik i njohur? A ka vizitor këtu? Po, ka. Ka vizitor. A ka bujtina për shembull shtëpi, ju i keni kthyer bujtina apo jo, ende nuk janë? Jo, ende se kem.
endes nuk I kem kështu. Ata vinë me çadra kanë përshtypjen. Po, hapin çadrën, I kemi parë këtu Luginë, ëh? Edhe rrin, edhe I kanë makinat, I bjen ato makinat që janë speciale që I kanë gjitha në rend, ta. Po thuja, ma ju nuk përfitoni gjë prej tyre. No, jo. Hello, bye, goodbye. Po nuk e një hotel dhe bujtina? Jo, unë nuk e kom hap, po dy shokmi vakumlan, unë venin aty në shtëpi, po kanë pa hapën verë, një lokal, edhe kanë kaluar shumë bukë. Ka pa shumë mështeri, edhe kanë pa shumë të jashtëm që kanë arë amerikane, gjermane, pak e shumë, po e ke pa plot, gjitha ditë po thuja. Ndërkohë që dreka është gati dhe zgjodhëm ta shijonim atë aty pranë ku raki avion të piqet e kazanët, mish janë ulur rreth tryezës dhe çdo gjë gati për të filluar. Kjo që dua Krishti e menera mirë se u gjet me qytetini mirë, rakin me çlosh, e gjithë shkini. Mirë se faleminderit thirrje. Gjithmonë të thirrje prap inshallah. Inshallah tradita Na, dhe këtu duhet me kanë shumë atafi se çka e njerëzit. Nuk e di pse po largohna prej njëri tjetrit, shkakun edhe arsyen nuk e di, po nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen. Po zef çdo herë të mira të gjetshim, rakin e hargjosh me çlosh kem pa. Me shok. Edhe me shok, po, edhe me shok, po. Me ta familje. Gjithmonë ai gaçim. Mrami kam thënë, sot ne përgatitim. Mram, shkolla afat. Para javë, po mrami thon vaso me na përgatit. S'ka problem, vetëm për sa njerëz don. Kjo pritje e kazonit. Po, kjo kazon. Grumbullimet të tilla mbajnë lidhjet e forta mes njerëzve. Në mes së kësaj qëndrojnë traditat, qoftë edhe ajo e pjekjes së rakisë. E vlera më e madhe e saj nuk qëndron te shija, por te forca për të bashkuar njerëzit, sado larg që I ka çuar fati jetës. Në ardhë herë në vjetë është e mjaftueshme, por duhet me jujt në spakut një herë në vjetë. Edhe spakut duhet me I kru fëmijët kur janë të vegjë. Kur janë të mosha 4 vjeç, 5 vjeç, 7 vjeç dhe 10 vjeç, që sa do pak më njoftua edhe me vendin të mëson. Me vendin, po të kryen edhe shoqërinë. Fëmija me familjesë. Ti kur e sjell një teenager, 16-17 vjeç nga Amerika, më shoqërohet me një teenager nga këtu, normalisht që s'ka nuk dill hiç. Edhe atëherë nuk e tërhiq kur gjë për vendin e origjinës. Nëse kemi shumë raste të cilët I kanë sjell qysh të vegjël, 3 vjeç, 5 vjeç, 7 vjeç, deshe fëmija luajnë dhe vajnë atë lidhen mes vetit. Dhe çdo herë që u thuhet me armalsi janë me 2 dorë haptas. Ne do të largohemi nga qëndrimi me këta miq të mrekullueshëm. E kur kujtuam motivimin që na solli këtu, u ndjem disi në faj, pasi këtu janë me 10 motivet që do të sillnin në Tërgaj. Kaq pranë dhe kaq pak I njohim këto vende dhe njerëz të bekuar. Kur do të jetë udhëtimi I radhës? E urojmë që të bëhet sa më shpejt dhe gjejmë rastin t'ua propozojmë edhe teleshikuesve një udhëtim drejt Tërgajës, jo më larg se 1 orë e 30 minuta nga qyteti I Shkodrës.